Monitorimi rrugëve me kamera inteligjente nga projekti Smart City do të rrisë nivelin e parandalimit të ngjarjeve kriminale. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama gjatë inspektimit të qendrës së komandës dhe kontrollit të këtij projekti, ndërsa premtoi se do të ketë rikthim të kamerave të trupit edhe për punonjësit e policisë, një projekt i cili aktualisht ka dështuar. Nëse një fik del nga xhepi në cilin do vend publik, jo vetëm në shkolla, po dhe në rrugë, sistemi jep me njëherë informacion në qendrën e monitorimit. Ne kemi nisur pikërisht me zemrën e projektit, që është siguria në shkolla. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari shpjegoi se sistemi bazohet në 3 komponentë: burimet e informacionit, platforma e komandës dhe kontrollit, si dhe inteligjenca artificiale, që analizon në kohë reale të dhënat e mbledhura. Sipas tij, sistemi përpunon informacionin e ardhur nga 873 lokacione operative të shpërndara në 12 drejtori vendore të policisë, 24 qytete kryesore dhe 28 pika të kalimit kufitar, si dhe 20 shkolla në qytetin e Tiranës. Çdo sjellje potencialisht e rrezikshme apo në shkelje të normave ligjore detektohet përmes AI dhe merr formën e një alerti. Sjellim risin që hedhim themelet drejt një përmase të re, drejt një dimensioni të ri të sigurisë. Projekti kombëtar Smart City synon krijimin e një sistemi të integruar për monitorimin dhe menaxhimin inteligjent të sigurisë në shkolla, sigurisë në vendet publike dhe trafikut rrugor.